Doni vetulla të trasha, kjo mask pa shpenzime do ju lër pa fjalë. Vaj kastori për vetulla më të trasha. Vaj i kastorit është një nga prodhimet më të mira për rritjen dhe trashjen e vetullave. Kastori është një burim natyral për proteina më të mira dhe njëkohësisht për rritjen dhe trashjen e vetullave. Kastori gjithashtu duhet të merret me pak pambuk dhe ta lyeni atë në secilën vetull. Me kujdes bëjeni masazh vetullave tuaja ndërsa vajin e lini gjatë natës. Përsëriteni këtë për çdo ditë për rezultate optimale. Vaji i qepëve për vetulla më të trasha. Lëngu natyral nga qepët përmban substancën e sulfurit e cila forcon flokun dhe promovon rritjen e vetullave. Përmban kolagjen i cili riparon njëkohësisht edhe indet e dëmtuara nga radikalet e lira. Prini një qep për gjysmë dhe më pas futeni atë në blender dhe kështu ju do të keni rezultate të mira të lëngut të saj. Bëjni masazh vetullave për 5 minuta dhe pasi ta keni aplikuar e lini për gjithë natën dhe më pas e shpëlani me ujë të ftohtë. Përsëriteni çdo natë për së paku 1 muaj.